Eko Podcast. Miq të Eko Podcast, sot do të flasim një grua e cila balancon shumë mirë profesionin me mësinë. Ajo është një grua e cila në profesion është psikologe, është akademike, mban pozicionin e dekanës së Fakultetit të Psikologjisë në Universitetin e Biznesit dhe të Teknologjisë UBT në Prishtinë, në Kosovë. Këtu kam derin të kem Denis Qelqima. Denis, mi se erdhe në Eko. Falenderoj për pjesëmarrjen tënde dhe sot do flasim jo për Denisën si akademike, por Denisën si një mama dhe si një grua që ka pasur guximin të arrijë të gjitha majat e jetës së saj. Mirë se u gjej, ju falenderoj. Shumë mirë, domethënë si t'jenë ditë për shtatën. Ditë për shtatesh. Dhe të për shtatën. Në jetën tënde të përditshme ka shumë punë që merret me organizimin, me kujdesin, me vendimarrje të cilat nganjëherë janë edhe të heshtura, nuk kanë shumë zë. Unë do doja të dija se si arrin Denisa të bëjë të gjithë këto, ku harxhon më shumë energji dhe thua këtu ja vlen më tepër dhe këtu vlen më shumë që të punoj. Atëherë, le të themi jo të gjitha gjërat që janë prezente duhet të kenë zë, së pari, sepse është shumë e nevojshme të veprosh. Dhe shumë shpesh, veprimet janë zëri dhe jehona më e mirë për ata që duan të dëgjojnë, të marrin shembull, apo të shikojnë, apo edhe të sodisin. Është zgjedhje, është shumë zgjedhje. Unë mendoj se nuk ka gjëra më pak të rëndësishme. Çdo gjë është e rëndësishme, por e rëndësishme është në kohën e duhur dhe në momentin e duhur. Pra, besoj se suksesi në këtë rast është veprimet të kuptosh se kur duhet i bësh dhe ato i gjejnë vetë zërin. Jeta ty të ka përballur me shumë sfida. Dhe mund të them që kanë qenë sfida që nëse do të përballeshin disa njerëz edhe mund të thyeshin prej këtyre sfidave. Unë që kur të kam njohur, shikoj tek ty një vajzë me shumë energji pozitive dhe që arrin të frymëzosh edhe aty që e ke përballë. Ku e merr këtë pozitivitet dhe si arrin ta shpërndash gjithashtu edhe me njerëz që kanë karaktere të ndryshme përballë teje? Unë shpresoj që t'ja pozitivitet tek të gjithë, sepse është dhe synimi kryesor. Jeta kështu është ndërtuar edhe është pavarësisht nga ne, dhe unë nuk mendoj se ka ndonjë njeri që nuk përballet me sfida. Dhe besoj se këto sfidat janë tani do bëhen pak te profesioni, janë njohje e vetvetes. S'mund të shmangesh psikologjisë, patjetër. Janë njohje e vetvetes, zbulimi jo thjesht i kapaciteteve të tua, po i kapaciteteve që ti ke në shërbim të tjerëve, dhe mendoj se altruizmi është vlera më e bukur e një njeriu, dhe nëse unë mbaj mend një shprehje, kanë qenë në fakt në filmin vizatimor, Bambi, shumë e bukur ajo shprehja dhe shpesh e përsëris. Nëse nuk ke diçka të mirë për të thënë, më mirë mos fol fare. Nëse nuk mundemi ta mbështesim, t'i japim pozitivitet dikujt, të paktën minimalisht mos ta shqetësojmë. A mund ta bëjmë këtë? Në arritjet tuaja profesionale, por edhe personale, e ndjen veten të gjykuar dhe si arrin ti ta mbash larg këtë gjykim? Normalisht unë, nëse do thoja që nuk jam gjykuar, paragjykuar, mbase do gënjeja edhe veten. Paragjykimet dhe gjykimet janë pjesë e njerëzve, pjesë e mendësisë, le të themi mentalitetit apo qëndrimeve të tyre. Dhe ato nuk i shmang dot, nuk mund të shmangësh dot ato, por çështja është sa rëndësi duhet të japësh atyre. Sepse seriozisht kanë filluar të mendoj, dhe theksoj, domethënë profesioni edhe më ka bërë të dëgjoj më shumë, dhe kanë filluar të mendoj se gjithkush, domethënë dikush që gjykon apo paragjykon, nuk është se ka me ty. Domethënë ka ndoshta një plagë apo një traumë, le të themi, brenda vetes së vet, dhe nuk di si ta shprehë dhe kthehet dhe në gjykim kundrejt teje. Jo se ka diçka me ty.
Tani thellë. të ndalojmë pak këtu. Po, patjetër. Ti thua që nuk e kanë me ty, por e kanë me plagët që kanë brenda vetes unë ashtu e mendoj. Tyre. Po mund të themi që pikërisht këto paragjykime kanë krijuar sherra të mëdha qoftë mes njerëzve brenda një familje, në çift. Nëse do të duhet të jetosh me një njerëz që ka shumë paragjykime, do të thotë që do të shërosh personin që ke përballë apo duhet të merresh me veten tënde? Do të thoja që uji futet në varkat që janë të çara. Do me thënë, gjithçka që fut grindjet mes njerëzve e gjen. Është gati ambienti. Dhe në këtë ambient, unë jam pro, do me thënë që ti të mundosh edhe ti të mundosh të shërosh të tjerët, por kur e shikon që nuk ka më vend për ty, vazhdo rrugën. Tani do të them dhe diçka, shoqëria shumë kërkon edhe mëson, do me thënë, gratë forta, femrat forta, po nuk mbështet. Po nuk mbështet, po dhe pse duhet të jetë ky koncepti i fortës ose çfarë kuptohet me pjesën e fortë? Ne do realizojmë funksionin që kemi në jetë, edhe njeriu e ka një qëllim, një motivim se çfarë funksioni ka në jetë. Dhe atë funksion e realizon sipas pritshmërive të veta, se ne dim çfarë duam, ne thellë e dim çfarë duam. Nëse e ndjej që duhet përpiqem që të ndihmoj dikë, patjetër pse jo mos ta bëj. Nuk është gjithmonë që nuk zhgënjehesh, edhe mund zhgënjehesh, po ti thjesht kupton. Pastaj unë do dal tek pjesa e injorimit. Edhe mos i dëgjo. Injorimit në sensin që ti, gjykimet, paragjykimet, ti vazhdon. Ato do flasin, apo le të flasin. Nëse dëgjohen, ti u jep fuqi. Nëse i lë të flasin, po diku do shuhen. Ne mund vej muzik, po nëse unë nuk e kam vëmendjen, po nuk e kam iden. Çfarë muzike është? Tani kemi dal fiks tek si një terapi psikologe. Unë të paktën kështu e mendoj. Si një terapi, mua më duket drejtë sigur e kam përpara ta mama të terapiste e psikologes. Shiko, ka momente në jetën tonë ku ne si gra gjendemi shumë shpesh përballë sistemi që nuk na mbështet, përballë një paragjykimi përveç familjar, por edhe shoqëror. Në jetën tënde ka pasur momente shumë të tilla ku e ke ndjer këtë boshllëk dhe e ke ndjer këtë mos mbështetje, sidomos financiare. E ke patur veten ti ndonjëherë në këtë lloj mos mbështetje dhe e ke ndjer veten bosh, si a ke arritur ti ka përcesh këto për veten në fillim dhe pastaj edhe për fëmijët e tu? Po këtu do të thoja se këtu hyn do me thënë institucionet. Institucionet janë lënë fakt për të dëshiruar. Lënë shumë për të dëshiruar. Po, lënë fakt për të dëshiruar, sepse familjarët mbështesin. Familjarët mbështesin dhe nuk janë aq pjesa e paragjykimeve të shoqërisë që ne themi dhe ne duam t'i vendosim emrin shoqëri, po faktikisht janë paragjykimet institucionale. Institucionale që ti, edhe kur kërkon ndihmë apo kërkon mbështetje tek ato që me shumë pompozitet tregojnë që mbështesin gratë dhe ti gjendesh para, nuk kam çfarë të bëj, duhet të ndjekësh ligjin. Po unë ligjin e ndjek, por nuk mundet që ky ligj të interpretohet ashtu sipas mendësisë subjektive. Ligji është shumë objektiv dhe dështon në momentin kur interpretohet subjektivisht. Më shumë do të thoja që vuajnë nga paragjykimet institucionale dhe te pjesa e mbështetjes. Ti duhet vraposh pas institucioneve ku ndeshesh edhe me përtesën, o nuk do të mbarojnë punë, gjithkund duhet të kërkosh ndihmën e dikujt ose atë mikun që ne e përmendim shumë shpesh, është ose duhet paguash për ta marrë atë shërbim që të takon. Do të thoja që më shumë gratë vuajnë nga pjesa e neglizhencës institucionale. A je ndjerë ti ndonjëherë e bullizuar nga rrethi yt familjar? Po, patjetër, sepse familja nuk është vetëm familja e ngushtë. Po. Ajo thënia dhe më ka mbetur mend si fëmijë që i thonin mamas që ku e mban ti këtë vajzën gjithmonë pas vetes, a do ta martosh ti këtë? Dhe ta jepte konceptin se kur ti martohesh, nuk e pun më me nënën ose këto. Po, vajzat edhe vazhdojnë vajzat paragjykohen edhe rriten me atë frymën që duhet jenë
duhet t'i kushtojnë më shumë rëndësi shtëpis, do më thënë karrierën më vonë, ose mund t'a lënë pa problem, sepse më të rëndësishëm janë fëmijët pa tjetër janë të rëndësishëm, por fëmijët rriten të lumtur kur dhe nëna është e lumtur, që do të thotë ajo plotson, nëse nëna dëshiron që të jetë në shtëpi me fëmijët, le të rinë në shtëpi me fëmijët, po edhe ashtu nuk e vlerëson njëri. Do me thënë, shoqëria është e krijuar në një mënyrë të tillë që çfarë do të bësh ti ndjehesh fajtore. Edhe kjo patjetër duhet ndryshoj dhe për mendimin tim kjo ndryshon përmes edukimit. Gjëja më e mirë që na kanë bërë ne, domethënë, është se na kanë shtyrë në fakt në edukim. Nuk na kanë ndaluar. Domethënë edukimin na kanë mbështetur shumë. Domethënë pjesa e edukimit dhe kjo e aftëson jo vetëm vajzat dhe gratë, po edhe burrat, djemtë dhe burrat, sepse dhe ato janë pjesë thelbësore e bashkëtesës e jetës e shoqërisë. Domethënë i ndërgjegjëson edhe për rolin që ka secili në pjesën e familjes. Në pjesën e familjes dhe në shoqëri gjithashtu. Sepse nuk ka shok më të mirë, them unë, për një vajzë se sa babai do ta orientoj shumë mirë në përzgjedhjen e partnerit të ardhshëm. Do të di dhe të respektoj veten, sepse këto janë disa ligjet natyrës që ti nuk i mohon dot as sa më shumë ti heqesh, aq më fort kthehen ato. Sa bukur e the që babai është një shok për vajzën që do ta mësoj dhe do t'i jap atë shembullin si të gjej partnerin e saj në të ardhmen. Por nëse ne dështojmë si vajza, pra po e përgjithsoj kështu, në kuptimin e thonjza dështojmë, në qoftë se partneri ynë është jo i mirë edukuar, në pozicionin e djalit në familjen e vet, dhe kjo është në kontradikt pastaj me atë çfarë ne kemi kërkuar dhe çfarë është marrë ose si është edukuar djali për të qenë një baba i jashtëm ose një prind me përgjegjësi në familjen e tij të ardhshme. Çfarë do më thuash këtu? Tani ajo nuk është zgjedhje e gabuar, ose le themi dështim. Nuk është dështim, po, si ajo është një zgjedhje që e ke menduar që nuk do të ishte ashtu, ose ke shpresuar se personi ndryshon. Ndoshta edhe vetë personi ka shpresuar të ndryshoj, por nuk ja ka dalë. Atëherë, pse do të quhet dështimi i vajzës dhe jo i djalit. Pra, tani po dështojnë prindrit ndoshta duke edukuar më shumë për të qenë vajza një vajzë nënë e mirë në të ardhmen, një bashkëshorte e mirë përballë bashkëshortit, dhe jo djali, dhe më thënë, kemi disbalancim edukimin në familje? Pse disbalancim edukimin në familje? Do me thënë, djalit i thonë që se ti s'ka problem, dhe vajzën duan ta bëjnë më të kujdesshme. Në këtë aspekt. Po dhe prandaj dështojnë dhe djemt. Atëherë, në qoftë se do të flasim për gratë të cilat janë të dhunora emocionalisht, që janë në një marrëdhënie toksike, si duhet të menaxhoj në qoftë se ai bashkëshorti që ti sapo the janë të fortë nga karakteri dhe kanë humbur këtë edukimin emocional, si duhet ta përballoj një jetë të tillë një grua e cila nuk e ka as pak mbështetjen emocionale, qoftë nga bashkëshorti, por edhe nga familja e bashkëshortit? Ti mund të jesh e rrethuar me gjitha të mirat dhe, domethënë, burgu apo kafazi është kafaz edhe sikur të jetë me flori. Dhe i takon personit. I takon personit ta mendoj që a e duron, a mund ta përballoj këtë mbyllje, këtë kafaz. Dhe nuk është mbështetur emocionalisht, normalisht nuk është mbështetur financiarisht. Atëherë, nuk ka asgjë të keqe që do dali vetë të punoj. Do dali vetë. Do të jetë e vështirë, po asgjë nuk është e pamundur. Dhe madje, gjatë vështirësive, do përjetoj atë ndjenjën e lirisë që vërtet do të mendoj që s'ka ndjesi më të bukur dhe ja ka vletur dhe gjithë sakrifica e punës. Se tek e fundit, çfarë problemi ka vetë? Po të flasim praktikisht, dhe më thënë, me ato çfarë dëgjojmë dhe shikojmë sot. Shumica e grave që janë të divorcuara ose që përballojnë jetën vetë financiarisht, shikohet që ato e kanë një farë mbështetje dhe mbështetësit kryesor janë prindrit e vajzës. Po mund të jenë edhe për strehimin, po ose mund edhe t'i mbështesin dhe financiarisht, po nuk mendoj se duhet të rri aty. Dvajtoj atë fatin apo çfarë pati. Çfarë keqe ka punosh. Nuk flasim nga kjo lloj zgjidhje, por nëse flasim për mbështetësit e parë të një gruaje e cila ndodhet në një situatë vështirë,
në familjen e bashkëshortit, mbështetësit e parë ose janë ose nuk janë prindrit. Familja, po, ka plot raste që dhe nuk janë. Pra, edhe në rastin konkret ku nuk janë, në rastin konkret, a është kjo një paragjykim që ata mendojnë për shembull që nuk do ta bëjmë këtë për shkak se vriten nga opinioni i jashtë? Po, ajo është, domethënë, sakrifice e lumturisë, dinjitetit, identitetit të fëmijës tënd për hir të tjerëve. Si do të shpjegosh këtë nga aspekti social? Nga aspekti social. Nga aspekti social. Pse e bëjmë ne si shoqëri, pse këto familje tona, domethënë, më tepër i vret opinioni të tjerëve se sa ajo mëshira ose ajo empatia që kanë për fëmijën e tyre. Sepse i dëgjojmë të tjerët. Ndoshta edhe kemi dhe vetin që duhet të dukemi gjithmonë perfekt, sikur s'kemi asnjë problem. Do me thënë, ose ndoshta është krahasimi me të tjerët, se ne kemi dhe në edukim pjesën e krahasimit. Me thënë që ne nuk kemi probleme, ose ne i zgjidhim, me thënë ne jemi familje, varet se si e kanë konceptuar pikërisht konceptin e familjes dhe mbështetjes në familje, sepse fëmia për asnjë moment fëmia nuk duhet bëhet, po përdor gjuhën e popullit kur bën. Pra, ke mbajtur edhe ti mbi shpatulla, si thua, ngritjen në sa më lartë të fëmijëve të tu, por pa lënë pas edhe veten tënde. Për sa i përket paragjykimit, nga kush je ndier më tepër e paragjykuar, si nga ana profesionale dhe nga personale, nga gjenia femërore apo gjenia mashkullore? Po do të thosha në ekuilibër janë, njësoj janë. Në momentin kur i cënohet në interesat dhe sfera e pushtetit, po lufta bëhet dhe brenda llojit dhe jashtë llojit. Okej, për nga ana e pushtetit le të themi që kur mundohesh të zësh vendin një burri është pak e vështirë dhe nuk e ka silin e paragjykimit siç mund ta ketë një femër. Po, por edhe mund të përdorin femrat. Që të flasin, po patjetër. Na thuaj një shembull, si? Domethënë, nxisin pjesën tjetër që ti, domethënë pjesa e krahasimit. Që ti shi sa mirë, ti dëgjon, je bindur e kështu, po kjo është... I bie që të tjetë bindur? Po, kjo është e pa bindur, do më thënë, kjo nuk... Po, më falë tani, Anila, më falë dashur, po, gjithë konfliktet brenda familjes, nuse vjerë, nuse vjerri, do më thënë, a nuk kanë të njëjtin në kuptim, shajnë dikët e vajza, apo shajnë nusën të nusja tjetër, apo, do më thënë, janë gjithë to janë disa teknika që i kemi ne në kulturë, dhe tani mendoj t'i zjerosh pak. Në sfera familjare shkojnë atë profesionale. Po pse, familje tona njerëzit që përbëjnë, familjen përbëjnë dhe profesionet. Ne nuk marrim nga planeti Mars. A ka qenë ndonjëherë frikë mungesa e figurës atësore, dhe më thënë, në familjen tënde, në rritjen e 2 fëmijëve të tu, e ke pasur këtë frikë që çfarë do ngel mangut në formimin e karakterit të tyre ose të personalitetit të fëmijëve të tu? Si i ke parë këtë? Po mirë, çdo, do më thënë, si nëna si babai janë shumë të domosdoshëm. Unë jam, se çfarë ti detyrohesh të jetosh është gjë tjetër, dhe çfarë është e domosdoshme në gjithë formimin e personalitetit, gjithçka tani nuk mund ta mohosh te pjesa e figurës atrore, por tani kur s'mund ta bësh dikë me zor. Domethënë, derisa se ti nuk mundesh të luftosh me atë që nuk varet nga ty. Dhe çfarë do bësh, do t'i përshtatesh. Do t'i përshtatesh edhe imazhi i figurës atrore krijohet, duke qenë shumë i sinqert me fëmijët, sepse domethënë ne jemi këtu për gratë që domethënë punojnë vetë, rrisin fëmijët vetë, pa që dalin vetë në çdo aspekt. Po ka dhe baballar që e bëjnë këtë. Edhe ata si përballen me këto lloj sfidash, domethënë përkushtimi dhe sinqeriteti me fëmijët funksionon shumë mirë. Si do ma shpjegoje ti luftën midis 2 prindërve, pra bashkëshortit dhe bashkëshorte, ku inati i bashkëshortit bie mbi fëmijët. Pra ato çfarë i bën bashkëshortes, bie në dëm të fëmijëve. Po gjithmonë mbi fëmijët është. Pse do ta bëjë një baba një gjë të tillë? Çfarë shtyr një baba ta bëjë një luftë të tillë, në thonjza, me bashkëshorten e tij, ku të vetmit viktima janë fëmijët? Sepse ka nevojë për viktima, që të ngrej fuqinë e vet shpirtërore, pushtetin, ka nevojë, do thoja që mund të ketë edhe diku brenda disa komplekse inferioriteti, edhe dihet që në forcë fizike gratë janë më të pafuqishme dhe fëmijët gjithashtu, janë më të pafuqishme se babai,
po kemi dhe pjesë të dhunës ekonomike, ku patjetër. nëse babai është forca kryesore, edhe nuk e vlerëson asnjëherë nënën për sakrificat që bën aty në shtëpi dhe për heqjen dorë nga ëndrat e veta tek e fundit, sepse ka nevojë të ndihet i pushtetshëm. Gjithmonë unë them lakmia për pushtet, edhe nuk e realizojnë diku tjetër dhe çfarë bëhen? Bëhen pedant, bëhen diktator në familjet e tyre. Sa kohë arrin ti të shpenzosh kohë efektive me fëmijët e tu? Të mjafton si kohë? Po me fëmijët asnjëherë nuk mjafton. Me fëmijët se ata dhe rriten edhe kur nuk bëhet mjaft me fëmijët, kur. Ishte me lehtë kjo kur ishim më të vegjël se sa tani që janë të rritur? Jo, nuk vendoset e fëmijët, po vendoset tek ne. Tani që na rriten, domethënë ndjejmë më shumë nevojë për të qenë me ata. Edhe njëkohësisht ata kërkojnë lirinë e vet. Domethënë asnjëherë nuk mjaftohesh me fëmijët, gjithmonë do jenë. Gjithmonë do jenë. Po flas nga koncepti i mëmësisë. Gjithmonë koha me ta është e pamjaftueshme, gjithmonë ke mall të rish me ta. Tani kur bëjnë ato problemet të fëmijërisë, adoleshencës e gjithçka, ato janë pjesë e rritjes së tyre dhe pjesë e rritjes dhe e tonës, kuptohet? Paralelisht. Po me fëmijët nuk është kurrë. Nuk është kurrë, është vërtet. E shikon këtë figurën e nënës më të arrish sot apo para 15 vitesh, domethënë kur i shikon gjëra se si i ke vendosur për vije sot, thua që sa mirë kanë bërë. Jo, te figura e nënës. Ndjehesh më rehat sot? Nuk do thoja që kënaqur me arritje, nuk mund të them, domethënë ka arritur, diskutohet. Domethënë gjithmonë përparësi u kam dhënë fëmijëve, gjithmonë kanë qenë ato përpara. Sfidat kanë qenë në periudha të ndryshme me fëmijët. Jam shumë mirë sepse kanë bërë zgjedhjet e veta në jetë, pa u ndier as të obliguar, kanë bërë sakrificat e tyre në jetë dhe shumë mirë që kanë bërë sakrificat e tyre në jetë, shumë mirë, sepse u ka bërë mirë dhe sakrificat që kanë bërë ata, sepse i kanë pjekur si njerëz, i kanë maturuar si individ. Por nuk mund të them që jam e arritur sepse ka shumë përpara dhe janë ca gjëra që dhe nuk janë në dorën tonë. Po shpresojmë domethënë që të vazhdojnë në rrugë të mbar. Jo, çdo prind pretendon që asnjëherë domethënë nuk është mirë në të bërit e prindërimit, sidomos nënat. Por e kisha fjalën, për shembull, nëse do mendoje sot për mbështetje financiare. Nëse do të thoje që ku e ke atë qetësinë, e ke më mirë sot apo para në fillimet e tua ku fillove ta bëje këtë prindërimin vetëm, domethënë, është sot më mirë? Je sot më e stabilizuar, kjo fal edhe punës që ke bërë tashmë, apo ishte edhe atëherë, sa të vret ajo frika sot në krahasim me sa të vriste më përpara? Po, siç doja ta thoja, tani është edhe pak pjesë e karakterit. Frika është edhe sot në fakt, domethënë nuk është se kanë ikë frikrat, po thjesht janë ekuilibruar apo janë bërë më të njëtrajtshme, janë bërë më, domethënë, më të perceptueshme dhe janë kthyer në motive dhe qëllime. Ndoshta atëherë kam qenë më e re po thjesht unë kam punuar, kam kërkuar punë dhe kam pasur një parim që nuk i thoja punës jo. Nuk i thoja punës jo dhe kjo më ka ndihmuar edhe domethënë të mos mendoj për frikën. Se pjesa e financave tani njeriu është shumë e qartë, domethënë do punosh, do fitosh. Dhe duhet punosh. Pastaj dhe si karakter vetë nuk është, kam dashur gjithmonë, si fëmijët kem një lloj pavarësie. Domethënë, nuk dëshiroj shumë të shtri dorën, e kam pasur atë, domethënë, dhe gjithmonë kam punuar. Dhe pastaj ndjek. Përveç vetes, kush është figura më e afërt që të ka ndihmuar më shumë dhe të ka mbështetur më shumë në rritjen e fëmijëve të tu, kush të ka ndjekur pranë? Prindrit, sidomos nëna, familja, domethënë vllai, po mama domethënë shumë mbështetëse, sepse ajo domethënë ka ofruar te pjesën që unë nuk kam arritur domethënë ka bërë nënën për fëmijët e tu. Bëj. Edhe nënën ka bërë, po ka ofruar domethënë gjatë punës e tjerë, domethënë është për kujdesi, nisja për shkollë, pritja nga shkolla, të gatuarit, domethënë ka qenë shumë mbështetje. Të nisëm të falenderoj pa mas që ishte sot në Eko dhe uroj që këshillat tua dhe gjithë eksperienca jote të jetë një
eko e madhe për të gjithë ato gratë të cilat po kalojnë nga ti në të njëjtin lloj situate si e jotja dhe shumë grave të tjera, pra që po bëjnë një prindërim vetëm. Falenderoj. Falenderit edhe ju dhe po shpresoj nëse dikush tani emrin e morë, nëse dikush do kërkonte shumë i qasshme jam sepse gjendem. Nëse Kërkoni Denisa. një grua do kishte nevojë të fliste një grua një vajzë. Faleminderit. Pa problem.